Përshëndetje, mirë se vini, flasim hapur në Durrës Lajm. Tashmë përmbushet gati 1 muaj që nga nisja e protestave në Tiranë, kryesisht në Tiranë dhe në numra minimal në disa qytete të tjera apo dhe jashtë Shqipërisë. Por pikënisja që ishte Vlora nuk po proteston. Të gjithë pyesin përse Vlora nuk proteston. E gjithë vëmendja është vetëm në Tiranë. A ka lidhje realisht me Vlorën kjo protest apo me diçka tjetër? Për këtë arsye, kemi kënaqësinë të kemi të ftuar në Flasim Hapur në Durrës Lajm doktoresh Elpiniqi Mërkuri, e cila është kryetare e Këshillit të Bashkisë së Vlorës. Faleminderit zonja Mërkuri që jeni në Flasim Hapur. Faleminderit Bledi për ftesën. Zonja Mërkuri, kemi sytë te Tirana. Por është pyetje shumë e thjeshtë. Përse nuk po proteston Vlora? Atje ku nisi gjithçka, apo jo? Në fakt, Bledi, Vlora nuk po proteston në masën që shohim në qytetet e tjera si kundër edhe ju përmendët, sepse shumica e vlonjatëve e kuptojnë rëndësinë strategjike të këtij investimi dhe ndikimin që ai do të ketë për të ardhmen ekonomike të rajonit. Kjo edhe për faktin se zhvillimi i qytetit tonë mbështetet kryesisht tek turizmi, ndërsa momenti i tanishëm krijon pasoja të drejtpërdrejta për bizneset dhe familjet që jetojnë prej tij. Vlonjatët e dinë se zhvillimi nuk është një ngjarje një dite, por është një rrugtim i cili në fakt kërkon shumë durim, shumë besim dhe shumë vizion. Vlora është një qytet që e ka përjetuar transformimin e jashtëzakonshëm fal investimeve të shumta të qeverisë shqiptare dhe po ashtu edhe të pushtetit vendor. Mjafton të përmendim Lungomaren, bypassin e Vlorës, tunelin e Llogaras, aeroportin i cili po bëhet edhe po investohet në këtë periudhë, pjesën e restaurimit të qendrës historike të Muradijes, investimet të rrugëve që lidhin njësitë administrative të zonave të fshatrave po flasim, bulevardin e agrumeve i cili është një investim prap i qeverisë shqiptare i cili është duke përfunduar, shumë investime të tjera, të gjitha këto së bashku dëshmojnë se vëmendja e shtetit shqiptar ndaj Vlorës ka qenë maksimale dhe se qytetarët e shohin zhvillimin si një proces i cili duhet të vazhdojë në dobi të brezave të sotshëm, por dhe gjithashtu të atyre që do të vinë. Po qytetarët e thjeshtë të Vlorës, pra e kuptojnë rëndësinë e investimi që për hir të vërtetës është një investim që bën Shqipërinë dhe atë zonë, pra Sazanin, Zvërnecin, zonën tuaj, e bën pikë fokale të gjithë turizmit elitar ballkanik, jo vetëm në Shqipëri. E kuptojnë njerëzit e thjeshtë këtë çështje, prandaj kjo është një nga arsyet pse nuk protestojnë. Diskutohet në kafene kjo gjë? Patjetër që diskutohet, është një temë e cila prek çdo qytetar, prek çdo familje, prek çdo grupim shoqëror, por duke pasur parasysh që efekti ekonomik i cili pritet të ndikojë drejt për së drejti familjet vlonjate, por jo vetëm nga ky investim, i cili pritet të sjellë vende pune, pritet të sjellë të ardhura në zhvillimin qëndrueshëm të sektorit të turizmit, partnerë të cilët janë elitar me emra elitar ndërkombëtar, dhe patjetër që kjo jep rëndësi të veçantë pasi parashikohet të jetë një projekt ambicioz jo vetëm për Shqipërinë, por për gjithë zonën e Ballkanit, duke shndruar në fakt Vlorën dhe Shqipërinë në një pikë referimi për turizmin rajonal dhe atë mesdhetar. Dhe përfitimet nuk do të kufizohen vetëm për Vlorën, por do ndikojnë pozitivisht në ekonominë tonë kombëtare. Por padyshim që dhe në momenti kur kemi të bëjmë me arkitekt apo ekspert të njohur ndërkombëtarisht, kujdesi ndaj natyrës, i cili ka qenë objekti kryesor i diskutimit të bisedave në këtë kohë, do të jetë padyshim i lidhur me mirëqenien e natyrës dhe të ecim paralelisht me natyrë, me mbrojtjen kundrejt mjedisit dhe me investime të cilat do të bëhen në pjesën e infrastrukturës, që do ndikojnë në pjesën e ekonomike të vendit. Zonja Mërkuri, në fakt ju në Vlorë, pra dihet 1912 që ngrit flamuri i kuq me shqipojnë 2 krenore dhe e lidh me protestën që nga flamuri i kuq me shqipojnë 2 krenore kemi pastaj simbolikën e Flamengos Roz të zhvendosur në Tiranë.
Pra, ka lidhje realisht me projektin apo është protestë politike dhe a pajtoni me kryeministin Rama i cili e ka konsideruar një betejë hibride me Iranin apo me aktorë të tjerë të huaj? Bledi, e drejta për të protestuar është e drejtë themelore në një demokraci dhe duhet respektuar gjithmonë. Askush nuk duhet vendos në diskutim të drejtën e qytetarëve për të ngritur zërin e tyre, por nga ana tjetër mendoj se ka dhe element që tregojnë për një dimension hibrid të kësaj situate. Janë parë tentativa për nxitur tensione përmes materialeve dhe narrativave që lidhen me aktorë të huaj, përfshirë publikime nga media apo nga platforma iraniane, të cilat besoj se janë parë dhe janë komentuar nga të gjithë. Janë evidentuar gjithashtu raste të denigrimit të simboleve të shteteve tona aleate, si dhe përhapje videosh apo informacionesh që synojnë të krijojnë një përçarje strategjike për marrëdhëniet që neve kemi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe me Izraelin po ashtu. Në këtë kontekst, protesta duket se ka marrë edhe natyrë politike dhe një dimension politik i cili nuk i bën as pak mirë interesit ton kombëtar dhe sidomos në një moment historik si ky i tanishëm i Shqipërisë, që ndodhet kaq pranë integrimit në Bashkimin Evropian dhe kur duhet forcojmë unitetin ton kombëtar, nuk duhet të ndikojmë dhe të krijojmë ndasi të cilat nuk janë të nevojshme në këto momente. Zë Mërkuri, si e shihni faktin, si e vlerësoni faktin që këto protesta nuk kanë lider, nuk kanë një drejtues, emrat që akullojnë disa emra, por në fakt nuk ka dhe kërkojnë rrëzim të qeverisë, majorancës, opozitës, gjithçka. Pra, ku o vadis kjo protestë? Ku po shkon kjo protestë? Në fakt shënia e shumë rrymave dhe shumë grupimeve e bën të vështirë dhe evidentimin e një drejtimi të vetëm dhe është më tepër dhe kur objekti i protestës ka ndryshuar me kalimin e ditëve. Mungesa e kërkesave konkrete e bën të vështirë dhe identifikimin e objektivave reale të saj. Kur nuk ekziston një platformë e qartë, dialogu që të lindë natyrshëm pyetja se cili është qëllimi i kësaj lëvizjeje. Në disa raste krijohet perceptimi se kemi të bëjmë më shumë me një instrumentalizim politik sesa me një debat të strukturuar qytetar. Megjithatë, protestat moderne shpesh organizohen në mënyrë horizontale dhe pa struktura tradicionale drejtuese, dhe kjo mund të jetë një forcë në fakt për protestën, por nga ana tjetër është dhe pjesa që përbën një sfidë për dialogun institucional dhe artikulimin e kërkesave konkrete dhe përbën një sfidë për vetë protestën e cila nuk ka një kokë reale se si dhe ku duhet të drejtohesh për të zgjidhur apo për të pasur parasysh se çfarë është në fund ideja apo qëllimi final i kërkesave të kësaj proteste. Zonja Mërkuri, nëse më lejoni të flas hapur, sepse ky është emisioni ynë, flasim hapur. Një nga thirrjet e protestuesve është mundësi më shumë për rinin tonë etj. Dhe nëse më lejoni, ju jeni në moshë të re dhe jeni kryetare e Këshillit Bashkisë Vlorë. Nëse një prej protestuesve do ju pyeste, ju me backgroundin tuaj, si e re, pra cili është backgroundi juaj që keni këtë pozicion që keni sot? Bledi, ishte pyetje e bukur, në fakt. Unë mendoj se përgjigja më e mirë ndaj çdo dyshimi i një rrugtimi personal është pjesa profesionale që i takon gjithë secilit. Unë në fakt studimet e larta i kam kryer për 5 vite në psikologji klinike, në të cilën jam dekoruar me certifikat ekselence dhe më pas për 3 vite kam vazhduar studime doktorale në Universitetin e La Sapiences në Rom për neuroshkencë klinike dhe psikiatri, në të cilën kam përfunduar gjithashtu me rezultate ekselence. Pas përfundimit të universitetit, unë kam punuar jam përzgjedhur nga portali Ekselencës në drejtorinë e shëndetit publik, në sektorin e shëndetit mendor, në të cilin kam punuar për rreth 1 vit dhe më pas kam dhënë dorëshen pasi më propozua të punoja në një kompani të huaj turke në pjesën e marketingut në një kompani farmaceutike ku punova rreth 4 vite.
Më pas, në zgjedhjet e 2023, u përzgjodha si këshilltare e Partisë Socialiste, theksoj që unë kam qenë pjesë e Partisë Socialiste që në moshën 18 vjeçare dhe e kam jetuar Partinë Socialiste. U përzgjodha si këshilltare në rajonin në të cilën unë përfaqësoja, më pas këshilltarët e Këshillit Bashkiak më propozuan dhe më zgjodhën si kryetare të Këshillit Bashkiak, detyrë që e mbaj tashmë prej 3 vite pak. Ndërkohë, prej 6 muajsh unë kam marrë drejtimin e një institucioni të shëndetit mendor, si është Spitali Psikiatrik, i cili në fakt është një institucion që shkon përshtat edhe me arsimimin tim dhe me backgroundin tim profesional. Por në fakt, Bledi, ajo që unë dua të theksoj, dhe që vlen të theksohet në fakt, që ka të bëjë lidhur dhe me të rinjt, prindrit e mi për herë më kanë edukuar me frymën e punës dhe për herë më kanë edukuar që unë duhet të punoja dhe unë kam punuar që në periudhën time të universitetit, në periudhat e pushimeve verore, unë kam punuar dhe jam rritur me frymën dhe me edukatën që puna është nder. Dhe përveç se puna është nder, jam rritur me frymën dhe me edukatën që nuk duhet të hesh kur dorë nga arsimimi dhe nga dia. Dhe vetmi mesazhi im për të rinjt është që mos hiqni kur dorë nga dia dhe nga të kërkuarit për veten tuaj më të mirën në lidhje me arsimimin. Dhe pjesa profesionale dhe pjesa e shpërblimit do të vi me kohë. Ndoshta ndonjëherë shohim që mund të kemi vështirësi në arritje të qëllimeve, dëshirave që neve mund të kemi për veten tonë, por unë mendoj dhe besoj që koha është faktori më i mirë i cili të shpërblen dhe të shpërblen për atë gjë të cilën ti nuk heq dorë dhe investon drejt vetes tënde. Kështu që mos të rinjve u them, mos hiqni kur dorë nga dia dhe jam e bindur që koha juaj do të vinë. Zë Mërkuri, jeni doktoruar në Sapienza të Romës në Itali, që është një nga universitetet më të njohura, jo vetëm në Evropë, po në botë. Dhe konsideroheni dhe gjysmë diasporë për disa vite të jetësuar, sepse keni studiuar dhe jetuar jashtë vendit. Dhe këtë e lidh me pjesën tjetër karakteristike të nuancave të diasporës që u shtuan protestës. Zoja Mërkuri, jam i sigurt që keni ndjekur Edi Ramën, kryeministin e Shqipërisë, me një pritje madhështore në Athinë, gjithashtu në Milano dhe vende të tjera. Pra cila është në vlerësimin tuaj diaspora e vërtet? Është diaspora atyre elementëve që shohim në protest, apo ajo që kemi parë në Athinë, Milano dhe Gjet? Në fakt, diaspora shqiptare ka dhënë një mesazh të qartë përmes pjesëmarrjes së saj në jetën politike dhe përmes mbështetjes që ka shprehur në forma të ndryshme sa herë që e ka pasur mundësinë. Po të kthehemi vetëm pak muaj më parë, kujtojmë pritjet madhështore të kryeministit Rama, ashtu si kundër ju ma kujtuat, në Athinë, në Milano dhe në shumë qytete të tjera, të cilat dëshmojnë lidhjen e fortë që ekziston ndërmjet institucioneve shqiptare dhe komuniteteve tona jashtë vendit. Në zgjedhjet parlamentare të zhvilluara në maj të vitit 2025, Partia Socialiste fitoi me mbi 61% të votave të shqiptarëve të diasporës. Dhe në fakt ky është një ishte për një përcaktues edhe për ndarjen e mandateve, duke i dhënë socialistëve një afërsi të thellë te forcave të tjera politike në shkallë vendi. Por, përtej çdo bindje politike, diaspora meriton mirënjohjen më të madhe kombëtare. Janë shqiptarët që jetojnë jashtë dheut, që me punë, me sakrificë edhe me dashurinë e tyre për vendin, kontribuojnë çdo vit me miliarda euro remitanca, duke mbështetur me një vlerë rreth 1 miliard euro remitancë. Po, 1 miliard në vit, po, sipas raportit të Bankës Shqipërisë, po, vjet ishte afro 1 miliard. 1 miliard, keni të drejtë, po. Në fakt, kjo është një vlerë e cila mbështet mira familje shqiptare dhe mbështet po ashtu ekonominë tonë kombëtare, kështu që janë vlera të konsiderueshme dhe janë mbështetje e madhe për vendin tonë. Zoja Mërkuri, ka një zbeje në numerikën e protestave, gati në shuarje. Nëse kthejmë kokën pas, a e ka bërë kjo periudhë Partinë Socialiste më të fortë apo më të dobët? Cili është besimi juaj? Në fakt, çdo protest ka ciklin e saj natyror
Mendoj se protesta e ka dhënë mesazhin e vet dhe për këtë arsye po shkon ndoshta drejt zbejes. Shpesh në fakt çështjet kalojnë nga rruga në tryeza institucionale, në konsultime publike apo në procese demokratike më të strukturuara. E rëndësishme është që shqetësimet e ngritura të mos injorohen dhe dialogu të vazhdojë. Nga ana tjetër, institucionet kanë dëshmuar se dëgjojnë, reflektojnë dhe respektojnë të drejtën e qytetarëve për të shprehur mendimin e tyre. Kjo fakt është prova më mirë se demokracia shqiptare funksionon dhe se debati publik zhvillohet brenda normave dhe pjesës demokratike dhe asaj qytetare po ashtu. Dhe po t'i kthem pyetjes tuaj dhe të them se çfarë ka ndodhur dhe si e ka kjo protestë, çfarë ka ndodhur dhe çfarë i ka sjell Partisë Socialiste, unë mendoj që Partinë Socialiste e ka bërë më të fortë, ndoshta më me këmbë në tokë për të kuptuar dhe për të dëgjuar ndoshta dhe ato zëra të cilat nuk kanë pasur mundësinë të dëgjojnë dhe kanë gjetur dhe zgjodhën protestën për të shprehur gjithë pakënaqësitë e tyre ndër vite, sepse është normale, është krejtësisht normale që të kemi njerëz të cilët kanë problematika të pazgjidhura, kanë ndoshta pakënaqësi të mbartura dhe është krejt normale që ne ti mirë kuptojmë në rast të parë dhe të ulemi ti dëgjojmë dhe të japim zgjidhje problemeve të njerëzve. Kjo është gjë kryesore dhe jam e bindur që kjo protestë është një reflektim për secilin prej nesh, që për mua të parë për rolet që mbaj, ashtu edhe për gjithë kolegët e mi me radhë apo për gjitha rolet e tjera me radhë, në kuptimin që të gjithë duhet të bëhemi më të ndjeshëm kundrejt popullit dhe më afër popullit dhe nevojës së popullit. Zë Mërkuri, ne flasim hapur në këtë studio. Duhet ju bëj një pyetje. Si mendoni e ka menaxhuar Edi Rama gjithë këtë situatë? Me leadership, me kurajo apo tjetër? Kryeministri Rama duhet të thëmë dhe duhet specifikuar që e ka menaxhuar këtë situatë me një përgjegjësi shtetërore dhe me një respekt të plot për standardet demokratike. Është garantuar e drejta kushtetuese për protestë, ndërsa institucionet ligjzbatuese kanë siguruar zhvillime paqësore të dobimeve, duke dëshmuar maturi dhe profesionalizëm në të njëjtën kohë. Nga ana tjetër, kryeministri u ka bërë thirrje në mënyrë të vazhdueshme për dialog dhe ka shprehur gatishmëri të plotë për të dëgjuar çdo kërkesë konkrete nga secili prej qytetarëve të mbledhur. Kjo në fakt është mënyra demokratike se si funksionon e gjithë sistemi jonë në mënyrë të pjekur, me komunikim, me dëgjim dhe me një përgjegjësi të vazhdueshme për të vazhduar dhe për të ecur përpara dhe për ta çuar Shqipërinë atje ku duhet. Zë Mërkuri, një pyetje të fundit ju lutem. Çfarë mesazhi keni për ata të cilët vazhdojnë dhe protestojnë? Mesazhi im është që të besojmë tek Shqipëria europiane. Ne jemi një nga popujt më pro-europian në kontinent, me rreth 94% mbështetje për integrimin në Bashkimin Evropian. Shqipëria ndodhet shumë pranë realizimit të ëndrrës së saj europiane dhe në vitin e ardhshëm ne do të mirëpresim edhe samitin e NATO-s në Tiranë. Këto në fakt janë momente historike që kërkojnë pjekuri, kërkojnë bashkim dhe kërkojnë një përgjegjësi kombëtare nga të gjithë ne. Për këtë arsye, emocionet duhet të shoqërohen gjithmonë me arsyetim, me maturi dhe me shumë dashuri për të ardhmen e vendit tonë, sepse çështjet zgjidhen më mirë përmes dialogut dhe mirëkuptimit sesa përmes gjuhës së urrëties apo përçarjes. Duhet të vazhdojmë të shërbejmë Shqipërisë me përgjegjësi, duke ruajtur dhe duke shërbyer në mënyrë besnike ndaj aspiratës tonë europiane që ne kemi, dhe duke pasur parasysh që kjo është një ëndër e shumë brezave të shqiptarëve, të cilët e kanë mbajtur gjallë dhe është sot më pranë se kur, është detyra jonë ta çojmë përpara dhe ta çojmë deri në fund me shumë mençuri, me shumë dashuri dhe me shumë besim tek ardhmja jonë e përbashkët për fëmijët tanë dhe për gjitha brezat e tjerë të ardhme që do të vinë. Zë Mërkuri, faleminderit që ishit në flasim hapur dhe suksese edhe në punën tuaj. Ju falenderoj shumë Bledi dhe njerë për ftesën dhe shumë suksese dhe juve në punën tuaj kaq të bukur që bëni.
Faleminderit që na ndoqët, miru ta kopshim në episodin e radhës.